Ukrainë dhe foli edhe për te Ukrainës realisht, për rikthimin e një bloku rus, ta themi kështu, që të ngjan në ish Bashkimin Sovjetik, realisht edhe ndikimit të Rusisë si një prej vendeve me ndikim global. Anën tjetër e shohim Kinën, teksa bën të njëjtën gjë, ndonë se pak problem me Japoninë dhe me disa prej vendeve atje. Shtetet Bashkuara të Amerikës për herë të parë shfaqen me paradu ushtarake, do të flasim pak më vonë për presidentin Trump, apo riorganizohet bota në 4-5 bloqe, dhe nëse po ku është Bashkimi Evropian, apo zbehet rëndësia e Bashkimit Evropian këtë garën e të mdhejve? Aje se çfarë po ndodh aktualisht, dhe jam i bindur këtë çka e thamë është që rendi ndërkombëtar i cili ka ekzistuar deri para shpërthimit të luftës në Ukrainë është përbë, por nuk është krijuar një rend ndërkombëtar i ri. Dhe ne jemi duke jetuar në një botë në mes të dy rendeve ndërkombëtare. Prandaj edhe e tekalon imagjinatën tonë sjellja e shteteve, brutaliteti i shteteve, përdorimi i forcës për të përmbush qëllimet e politikës jashtme, diçka që na para 4-5 vitesh kemi menduar që mund ta shohim vetëm në anën tonë më të keqe, po në një realitet ndërkombëtar. Dhe unë mendoj që kjo fazë të jeturit në mes të dy rendeve ndërkombëtare do të zgjatë edhe më shumë, dhe në këtë fazë Shtetet Bashkuara të Amerikës do të janë rikthyer politikës tyre të sferave të influencës. Prandaj edhe do të jenë kështu skajshmërisht të vendosur që të përmbushin politikat, qëllimet politikës tyre të jashtme kudo në lidhjet mesme. Kina po ashtu do të bëjë përpjekje që ta definoj sferën e saj të influencës. Rusia si një fuqi e tretë është duke bërë përpjekje që ta definon po ashtu zonën e saj të ndikimit gjeopolitik. Dhe kjo kohë është prej kohërave më të rrezikshme, se në këtë kohë nuk ka rend ndërkombëtar, nuk ka rregulla ndërkombëtare, nuk ka parime ndërkombëtare, nuk i beson kush diplomacisë, dialogut, diplomacia dhe dialogu shihen si elemente të dobtit, jo të fortit, ne jemi mësuar të shohim si elemente të fortit, është një erozion, një ndryshje e vlerave ndërkombëtare, dhe në këtë kohë mendoj që më shumë se kurdo shtetet e vogla si Kosova ka nevojë për një mendim të plotë. Unë kam nxjerrë edhe një libër para 3-4 vjeç, kam nxjerrë 2 javë masi ka shpërthyer lufta në Ukrainë, kam pas edhe diramën në promovim të këtij librit. Dhe libri im e shtron pyetjen kush e ka radhën pas Ukrainës, dhe përmendi edhe raportin Izrael-Iran. E përmendi edhe çështjen e Taiwanit, si më thonë, who is next, kush është në radhë. Për mu ka qenë pyetje e cila do të duhet të shtrohen në atë kohë ku shtetet e forta i sulmojnë fshinet më të dopt, tregon që është rikthyer më shumë ligji i xhungullës, ligji të fortit, që i forti han të doptin, dhe kështu duhet të jetë natyra e gjërave. Këtë riorganizim, ku mbetet Bashkimi Evropian? A ka gjetë, e di që neve na ka gjetë në kohë pa kohë ky lloj i dy rendeve. Kam përshtypjen që Bashkimi Evropian nuk është në ditët më të mira. Marë mungesën e leadershipit në radhë parë, pastaj Brexiti dhe orientimet, nuk e kemi një BE që zgjerohet. Dhe kur e them këtë, a mendon që do të ketë shpejt zgjerim të Bashkimit Evropian, ose a do të jetë Shqipëria në BE deri në 2030? Na jemi me fat që jemi në gjeografi ballkanike dhe që vendet e Ballkanit perëndimor janë një ishull i madh i izoluar prej Bashkimit Evropian dhe shteteve anëtare të NATO-s. Dhe si më tha, ardhmja jonë është